Aktivistja shqiptaro-amerikane Evi Kokalari denoncon se Sali Berisha po bën pazar me Edi Ramën për Bashkinë e Tiranës. Ajo ju referohet emrave që kanë dalë këto ditë si kandidat nga PD për Bashkinë e Tiranës. Filloi tallja masive me zgjedhjet e radhës, por riciklojnë të njëjtat figura që aktivizuan kur i trëmbi dalja ime veç në 2023-shin. Atëherë ju thash kush ishte pas tyre, tashmë pa pik turpi, edhe Binaj, edhe Çepani janë prap në lojë. Kësaj radhe për Bashkinë, ose e thënë më qartë, për të përçarë votën e opozitës dhe për t'i siguruar fitoren Ramës në bazë të pazareve të radhës, ka një bojkotim të brendshëm në atë opozitë dhe pa luftuar djallin që keni në shtëpi, nuk do të fitoni kurrë kundër Ramës, thot ajo. Aktori i humorit Florian Binaj ka shpallur zyrtarisht kandidaturën e tij për kryebashkiak në Tiranë. Në një deklaratë publike të shpërndarë në rrjetet sociale, Binaj tha se vendimi i tij vjen si një thirrje për ndryshim dhe për të rikthyer qytetarëve besimin tek institucionet lokale. Binaj fton qytetarët, intelektual, të majtë të djathtë si edhe partitë politike që sipas tij duan realisht ndryshimin të mbështesin nismën e tij. Binaj hyn në këtë gardë duke pasur përballë kandidatën e Partisë Socialiste Ogerta Manastirliu si dhe Arlind Qorin nga Lëvizja Bashkë. Ndërkohë, Adriatik Lapaj dhe forca e tij politike ka deklaruar publikisht se mbështesin Florian Binajn si kandidat për Bashkinë e Tiranës. Mirëpo, ditën e sotme, kur u pyet nga gazetarët, kreu i Partisë Demokratike Sali Berisha deklaroi se PD ka jo një, por 12 kandidat të gatshëm për të garuar për Bashkinë e Tiranës.